Emily dhe Gjeku kishin kursyer për këtë udhëtim gjatë gjithë vitit. 5 ditë hynore në një ishull më pak të njohur në brigjet e Tajlandës. Por ata, kur nuk e kishin menduar se një selfie e bërë në kohën e duhur, do ta përmbyste këtë pushim kok e këmbë. Kur ata e postuan këtë foto në internet, ajo u bë menjëherë virale për shkak të kësaj varke në sfond. Para se të fillojmë, shtypni butonin like dhe siguroheni që të abonoheni nëse nuk e keni bërë dhe shtypni zilën e njoftimit në mënyrë që të mos humbni asnjë histori të re. Ata nuk ishin më të sapo martuar, por 3 vite martesë ende ndiheshin të freskëta. Ende pa fëmijë, thjesht punë të qëndrueshme në Michigan. Gjeku punonte në turne si paramedik. Emily jepte mësim klasës së dytë. Jeta dukej e parashikueshme, ndonjëherë shumë e parashikueshme. Ky udhëtim ishte menduar si butoni i tyre i pauzës, por pushimi i vërtet nuk erdhi, sepse në ditën e tretë një vendim ndryshoi gjithçka. Bungalovi i tyre ndodhej mes palmave, larg restoranteve të mbushura me njerëz apo turistë të zhurmshëm. Nuk kishin plane strikte, thjesht një kajak, një frigorifer me fruta dhe më shumë kohë se sa u duhej. Gjeku e donte notin dhe zhytjen, ndërsa Emily shkruante ditar dhe bënte fotografi. Bën më shumë foto të varkave se sa timen, e ngacmoi Gjeku. Emily buzëqeshi. Varkat nuk ankohen për fotot. Në mëngjesin e tyre të tretë, Emily sugjeroi të eksploronin më larg. Një operator varkash, vendas, Wayne, u rekomandoi një copë tokë të qetë menjëherë pas shkëmbimit nën ujor, duke u dhënë atyre një hartë letre me udhëzime. Do të jeni vetëm atje, premtoi Wayne. Gjeku imagjinoi izolimin e qetë dhe zhurmën e valeve. Para mesditës ata hipën në varkën e tyre të vogël të etur për një aventurë të re së bashku. Deti shkëlqente si xham ndërsa varka lundronte drejt horizontit. Gjeku mbante aparatin e tij të varur në krah, duke skenuar horizontin, duke shijuar bukurinë e qetë rreth tyre. Kapiten Wayne e drejtoi varkën drejt bregut, pasi nuk kishte një ponton të disponueshëm. Ania ndaloi motorin në det, duke pritur, ndërsa Emily dhe Gjeku u përgatitën të zbrisnin në ujërat e cekta. Ata u hodhën duke mbajtur çantat e tyre përmes valeve deri në bel derisa arritën në rër. Duke u kthyer pas, ata i bën me dorë Winit në shenjë falënderimi ndërsa i lundronte ngadalë larg. Para se të largojë plotësisht, Win premtoi se do të qëndronte afër. Ai u dha numrin e tij satelitor për rast të urgjence, por mbajti distancën duke u zhdukur pas një shtrirjeje shkëmbijesh nën ujor për privatësi. Emily dhe Gjeku shkëmbyen një buzëqeshje të sigurt dhe vendi i fshehtë ishte i gjithë i tyre. Ajo që asnjëri prej tyre nuk e kuptoi ishte sa vendimtare do të bëjë prania e tij dhe aparati i tyre. Emily menjëherë mori telefonin. Momenti i parë është më i veçanti, këmbën kuli ajo, duke tërhequr Gjekun afër një foto. Ai buzëqeshi duke i hedhur krahun rreth shpatullave. Pas tyre varka ngjyrë bruzë e ujnit ende lundronte pa u ngutur në ujë. Ajo nuk u largua as shpejt dhe përfundoi e kapur në kornizën e gjerë të selfies. Gjeku qeshi kur kontrolloi shkrepjen. Dukemi si lypsar plazhi, i ngacmoi ai. Emily buzëqeshi me fotot, nuk e quajtur atë perfekte, madje edhe me varkën në pamje. Atyre u pëlqeu detaj vargës. Ajo e bëri momentin të ndihej plot, por ata nuk kishin asnjë ide se kjo fotografi e gëzueshme së shpejti do të përhapet shumë për te miqve të tyre. Varka e Winit dalloi me theksin e saj ngjyrë bruz që përzihej bukur me detin. Emri i saj, ëndra e Aurorës, ishte pikturuar me shkronja të zbekta të bardha në anë. Emily e kishte admiruar emrin kur hipi, duke e gjetur qetësues. Ajo nuk mendoi shumë për të më pas, por ky detaj së shpejti do të kishte shumë më shumë rëndësi nga sa pritej. Pjesa tjetër e ditës u ndje magjike. Ata notuan në ujërat e ngrohta të cekta, përzien kokteje të thjeshta dhe ushtrinë e rër, duke parë diellin të fundosej pas horizontit. Më vonë kapiteni Wayne u kthye shpejt për t'i marrë. Atë mbrëmje duke u kthyer në hotelin e tyre, Emily ngarkoi selfien me një mbishkrim, parajsa në tokë. Ata nuk menduan asgjë më shumë. Atë natë, ata pjekën peshk të freskët, pan yjet dhe shijuan qetësinë. Telefonat e tyre zhurmonin vazhdimisht me njoftime, pëlqime dhe komente të gëzueshme, vinin nga miqt në shtëpi. Miqt tanë mendojnë se jemi në parajsë, qeshi Gjeku. Emily piu nga kokosi i saj dhe buzëqeshi.
Ata nuk ishin vërë re kërcënimin e komenteve që përqendroheshin në diçka të pazakont në sfond. Në mëngjes, njerëzit kishin zmadhuar sfondin. Kjo varg shkruante një koment. E kam parë më parë, një tjetër këmbëngulte. Shikoni nga afër shenjat. Është e njohur. Postimi u përhap shpejt për te rrethit të miqve të tyre. Gjatë natës, të huajt ju bashkuan diskutimin duke debatuar për varkën. Emily dhe Gjeku flinin thellë të pavetëdijshëm se fotja e tyre po bëhej virale. Gjeku u zgjua nga telefoni i tij që vibronte. Në fillim, ai mendoi se ishte një thirrje. Duke zhbllokuar, ai ngriu. 5.000 pëlqime. Çfarë dreqi? Murmuriti ai. Ai e shkundi Emilyn që të zgjoj. Ajo fërkoi syt, pastaj ngulçoi kur pa ekranin. Njerëzit vazhdojnë të pyesin për varkën, përshpëriti ajo. Shqetësimi i saj zavendësoi çdo gjurmë xhumi. Po etiketojnë agjencitë e lajmeve, tha Gjeku me mosbesim. Pse gazetarët? Komentet u bën më të zhurmshme dhe më këmbëngulëse. Njeri u veçua. Kjo nuk është thjesht një varg. Kjo është ajo që nuk u gjet kurrë. Emily preku një lidhje të përbashkët. Ajo hapi një artikull nga 2 vjet më parë, një anije peshkimi tajlandeze që u zhduk mistershëm. Asnjë mbeturin, asnjë pasagjer, asgjë nuk u gjet kurrë. Emily krahasoi fotot e artikullit me selfien e tyre. Trimja ngjyrë bruz, shkronjat e zbehta identike. Kjo është e çuditshme, tha Gjeku. Është ndoshta rastësi apo jo? Por ai nuk dukej i sigurt. Emily shfletoi bisedën, sytë e saj të mprejtë. Çdo koment dukej se konfirmonte dyshimin. Varka nuk ishte thjesht një anije, ajo mbante një histori dhe një mister të pasgjidhur. Humori i gëzuar u zhduk atë mëngjes, ndërsa Gjeku po bënte kafe. Emily u ul në krevat me sytë mbërthyer në telefonin e saj. Dëgjoj, tha ajo. Kishte 2 burra në bord. Ajo i tregoi titullin. Familjet e tyre nuk morën kurrë përgjigje. Ata janë ende në kërkim. Gjeku përkul përpara. Thirrja atë. Emily shpjegoi foton dhe atë që kishin parë. Heshtja u zgjat derisa zëri i tronditur i burrit u kthye. E pat atë varg dje, kur ajo konfirmoi përgjigjja e tij ishte menjëhershme. Po vim. Më pak se një orë më vonë, mbritën 2 burra, vëllezër të një peshkatari të zhdukur. Faleminderit që erdhët, tha ajo butësisht. Ne mendojmë se kemi gjetur diçka të rëndësishme. Pas një bisede të shkurtër, vëllezërit ranë dakord të kërkonin me ta. Emily dhe Gjeku ndanë çdo detaj, duke përfshirë hartën që u kishte dhënë Uin. Së bashku ata siguruan një varg dhe ekuipazh nga loja. Ndërsa u nisën, Gjeku riprodhoi rrugën e djeshme. Gjysmë ore më vonë një ishkull i vogël doli në pamje. Plazhi i zbetë dhe palmat lëkundëse dukeshin ashtu si më parë të qeta po shqetësuese. Dje kishte qenë e bukur, sot ndjehej gabim. Varka u ngadëlsua pranë bregut. Ata u hodhën në ujrat e cekta duke ecur drejt tokës ndërsa kapiteni qëndroi pas. Pylli dukej përpara, i ngatruar dhe i gjelbër. Me vëllezërit pranë tyre ata hyn mes pemëve. Drita e diellit filtrohej dobët përmes gjetheve të trasha dhe ajri u bë i dendur me lagështi. Çdo hap ndihej i qëllimshëm. Heshtja u bënte presion. Emily skanoi tokën duke kërkuar shenja. Është shumë qetë, përshpëriti ajo. Pastaj e pa. Një vatër e ftohtë zjarri, gur të nxirr, mbështjellëse ushqimesh, shishe të përmbysura në balt. Kjo nuk është e vjetër, murmuriti ajo. Dikush ka jetuar këtu kohë të fundit. Ata u shpërndan duke zbuluar më shumë. Kasolle palme, tarpa, rjeta peshkimi. Këtu bërtiti një vëlla. Ata u nxituan në përshkure derisa xhungla u hap në një gjijë sekret. Aty, në dritën e diellit, ndodhej një varg ngjyrë bruz. Ëndra e aurorës. Emily t'ju ndal fryma. E pamundura ishte reale. Vet varga nga fotoja e tyre qëndronte para tyre. Uin tundi kokën një herë, duke pranuar të vërtetën. Vëllezërit u vërsulën përpara. Zemërimi u rit. Mos lëviz. Vrumbulloi njëri. Më mirë fillo të shpjegosh. Ai e krisi nga tensioni ndërsa Gjeku dhe Emily ndërhyn mes tyre, duke nxitur qetësinë. Uin ngriti dorën ngadalë. Shprehja e tij e palexueshme. Keni të drejtë jeni të zemruar, tha Uin në mënyrë të barabartë, por unë nuk kam lënduar askënd. Unë ndihmova ata të zhduken. Burra të mirë, zgjedhje të pamundura. Emily t'ju ndal fryma. Ju falsifikuat vdekjet tuaja për t'i mbajtur familjet tuaja gjallë?
Ideja ishte tronditëse, edhe trishtueshëm, vetëm huese. Nuk ishte fisnike, murmuriti një peshkatar. Ishte dëshpëruese, por funksionoi deri tani. Duhet të na kishit treguar, tha një vëlla, zëriti i thyer, ne jemi familje. Burrat e zhdukur ulën kokat. Turpi na mbajti larg. Xheku doli përpara me ton të prerë. Nuk mund të jetoni më kështu. Përballuni me familjet tuaja, përballuni me të vërtetën. Ndërsa dolën nga shpella, dielli theu kanopin, duke i larë me arë. Udhëtimi i kthimit u ndje më i rëndë se deti poshtë tyre. Emily shtrëngoi telefonin e saj fort. Ajo kishte bërë një zgjedhje që do të ndryshonte gjithçka. Ajo kishte thirrur familjet. Në kohën kur arritën në breg, turmat ishin mbledhur. Një klith më gruaje theu heshtjen e papërpunuar dhe therrëse. 2 gra vrapuan përpara, duke u rrëzuar në krahët e burrave që i kishin varrosur në zemrat e tyre. Lotë të turbulluan gjithçka. Trishtimi u shndruan në lehtësim. Kërkesat për falje u derdhën në ajër. Menduam se ishit zhdukur për gjithmonë, vajtoi një grua. Më fal, pëspëriti burri i saj, dhe përsëri. Ditët kaluan në paqe të brisht. Darkat të gjata u shndruan në net të qeta të mbushura me histori dhe falje të ngadalt. Brenda një jave, bota e dinte. Një foto virale zgjidh një zhdukje 2 vjeçare. Tituj shpalosën tregime misteri, mashtrimi dhe shpëtimi. Burrat shmangën vëmendjen, duke rindërtuar ngadalë. Falja erdhi në fragmente, po shpresa zuri rënjë përsëri. Familjet qëndruan më afër se kur të vendosur të ecnin përpara.